Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin, me një histori që në fakt mua më ka tronditur, një rrëfim jete, dhe dëshiroja që ta ndaj këtë rrëfimin së bashku me ju. Bëhet fjalë për një familje, për një jetë, për një fëmijë që erdhi në jetë, një grua e cila ka lënë djalin e saj në një derë. Bëhet fjalë për një familje shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo zonjë e ka marrë, e ka rritur djalin dhe sot e ka fëmijën e saj. Do me thënë, dikush ja ka lënë në derë pa identitet, zonja në fjalë e ka marrë, e ka rritur dhe sot e ka fëmijën e saj. Ka njerëz që lindin për të qenë prindër, por në asnjë mënyrë nuk u jepet mundësia. Dhe ka fëmijë që lindin pa një vend ku ta quajnë shtëpi. Jeta ime u kryqëzua me një fat të tillë. Në një mënyrë që as sot, pas kaq shumë vitesh, nuk arri dot që ta kuptoj plotësisht. E di vetëm një gjë, që Zoti nuk gabon asnjëherë. Ai të merr diçka, por ta kthen në një mënyrë që nuk e imagjinon kur asnjëherë. Unë kam qenë gjithmonë një grua tepër e heshtur. Jo sepse nuk kisha se çfarë unë të thoja, por sepse dhimbja ime nuk kishte më zë. Vitet po kalonin, të gjitha shoqet e mia bëheshin nëna, shtëpitë e tyre mbusheshin me zëra, fëmijësh, ndërsa shtëpia ime mbetej bosh. Një heshtje e rëndë që më shoqëronte çdo mëngjes dhe më përqafonte çdo natë. Çdo muaj ishte një pritje e re dhe një zhgënjim i vjetër. Çdo shpresë më thyhej para se të merrte formën. Mjekët flisnin, por fjalët e tyre më dukeshin si një gurr. Nuk ka garanci, më thonin. Është e vështirë, duhet që ta pranosh që ti të mbetesh shtatzën, që ti në jetë sjellësh një fëmijë. Po si pranohet një jetë pa atë që zemra e ndjen si mision? Në netët e gjata flisja me Zotin, jo me fjalë të bukura, por me shpirt. I thosha se nuk doja pasuri, as fam, por as rehati. Doja vetëm një fëmijë për ta dashur, vetëm një fëmijë të mrekullueshëm. Dhe kur pothuajse u dorëzova, ndodhi diçka që unë nuk e kisha kërkuar, por që më ndryshoi përgjithmonë. Ishte një ditë e ftohtë. Nga ato ditë kur ajri të futet në kockë. Shtëpia ime ishte e heshtur, si gjithmonë, një shtëpi pa zëra fëmijësh. Po rregulloja pragun e derës. Kur pash diçka që nuk e kisha parë kur më parë. Një shport e vogël e vendosur me shumë kujdes. Në atë moment zemra më rau fort. Diçka brenda meje më tha se kjo nuk ishte normale. U afrova ngadalë, duart më dridheshin, edhe kur e hapa batanien,
pash një foshnjë. Një krijesë kaq e vogël sa dukej sikur fryma e tij do të shuhej nga era. Syt i kishte të mbyllur. Buzët i kishte paksa të thata, edhe faqet i kishte të ftohta. Në atë moment u shfaq nëna e tij, e thyer, e lodhur, me një dhimbje që në fakt nuk harohet kurrë. Nuk kishte forcën që të fliste, vetëm më tha se po ikte në Amerikë, se nuk kishte mundësi e se jeta e kishte shtyrë në një cep pa asnjë lloj dalje. Mos e largo, më tha. Nuk kam se ku ta çoj. Do me thënë, zonja në fjalë ka qenë në shtëpinë e saj, ka trokitur dera dhe në shtëpi ka mbritur një fëmijë i cili ka ardhur nga një nënë që nuk ka patur ku ta lërë fëmijën e saj. Dhe ajo gruaja ka lënë fëmijën, i ka thënë që kanë probleme dhe po ikin në Amerikë dhe ka ikur, është larguar. Nuk mu dha as kohë ta mendoja. Në krahët e mi mbeta unë dhe një jetë e re. Një jetë që qante lehtë, sikur të më lutej. Dhe në atë çast, gjithçka që unë kisha jetuar më parë, e humbi krejtësisht kuptimin. Nuk isha më grua e vetmuar, isha përgjegjëse për një shpirt. Netët e para ishin të merë. Nuk dija si ta mbaja, si ta ushqeja, si ta qetësoja. Friksohesha nga çdo frymëmarrje e tij. Çdo kollë më dukej fundi i botës. Shpesh qaja me zë të ulët që të mos e zgjoja djalin tim. I kërkoja Zotit forcë, jo për vete, por i kërkoja forcën për të. Fillova të jetoj për të. Nuk më interesonte më asnjë gjë tjetër. Hoqa dorën nga gjithçka. Ushqimi im ishte ai që i mbetej atij. Gjumi im ishte vetëm kur ai flinte. Jeta ime u kthye në një orar të pandërprer sakrifice. Njerëzit flisnin. Gjithmonë flasin. Thonin se nuk ishte imi. Thonin se një ditë do të ma merrnin, se poritja fëmijën e dikujt tjetër. Por ata nuk ishin aty kur ai digjej nga temperatura. Nuk ishin aty kur u rrëzua për herë të parë. Nuk ishin aty kur më përqafoi fort nga frika e madhe. Unë isha kur më theri për herë të parë mami. Unë ndjeva sikur u rilinda. Nuk ishte fjalë, ishte shpëtim. Ishte përgjigja e të gjitha lutjeve të mia. Ai u rit para syve të mi. Çdo vit më dukej sikur më ikte një copë zemre, sepse rritej shumë shpejt. Kur filloi të më kuptonte, erdhën pyetjet. Pyetje që më pren shpirtin. I tregova të vërtetën, nuk e fsheja. Qava, ai qau. Pastaj më shtrëngoi fort dhe më tha se pa mua nuk do të ishte gjallë. Sot ai është 16 vjeç. Një djalë i rritur, me shpirt të butë dhe me zemër të bardhë. Dhe shumë të madhe. E shoh dhe mendoj sa e pabesueshme është jeta. Zoti nuk ma dha fëmijën nga barku, por ma solli në derë.
në një shport, në një ditë të ftohtë për të ngrohur gjithë jetën time. Dhe sot, kur mbyll syt, nuk i lutem më Zotit për një fëmijë. I lutem vetëm ta mbroj atë, sepse ai më bëri nën në mënyrën më të dhimbshme dhe më të bukur që në fakt ekziston. Kjo është një histori që mua më ka emocionuar shumë dhe unë dua t'i them kësaj zonje, e di sa e bekuar jeti, sepse Zoti t'ka veçu dhe t'ka sjell këtë dhuratë.